çfarë të merri një lartësi prej 11 kilometrash, një Airbus A321 me 227 pasagjerë në bord, përfshihet nga një breshër i dhunshëm dhe dëmtohet rënd. Airbusi i linjës ajrore indiane Indigo u nis të mërkurën në mbrëmje me fluturimi numër 6T-2142 në Delhi, Indi. Qëllimi ishte Srinagar. Rreth një orë fluturim larg, rreth mesit të fluturimit, makina përfshihet nga breshuri, raporton portali Margata. Videot në mediat sociale tregojnë pasagjerë të dëshpëruar dhe që ulërin. Gjatë kësaj kohe, aeroplani dridhet, shumë prej tyre mbahen pas vendeve të tyre në një mënyrë konvulsive. Të tjerë luten, bagazhi bie në ajër, pasagjerët më vonë përshkruajnë situatën si përvojë pothuajse fatale. Piloti me një shpalli një emergjencë në kontrollin e trafikut ajror. Një zyrtar nga autoriteti i aeroportit indian tha, në fluturimin Indigo, në rrugën nga Delhi për në Srinagar, pati më të keq breshër, piloti raportoi emergjencën e kontrollit të trafikut ajror SZR Srinagar. Pavarësisht rrethanave dramatike, ekipazhi arriti ta ulë makinën në mënyrë të sigurt në orën 6:30 të mbrëmjes, sipas kohës lokale në aeroportin e Srinagar. Të gjithë pasagjerët dhe anëtarët e ekipazhit të mbetën të padëmtuar. Në tokë, pasagjerët dhe ekipazhi mund të shihni shkallën e dëmit. Hyundai Airbusit u shkatrua pothuajse plotësisht nga breshëri. Radari i motit të avionit ndodhet në tash të quajtën radom të hundës. Kupola më sipër në shumicën e rasteve është bërë nga plastike përforcuar me fibra qelçi, e prodhuar sepse është e qëndrueshme ndaj ajrityrës, por në të njëjtën kohë mjaftueshëm e përshkrueshme nga rrezet e radarit të antenës poshtë. Kupola quhet radom në industri, një formë e shkurtër për fjalën angleze kupol radari. Indigo konfirmoi incidentin dhe deklaroi se avioni i prekur ishte nxjerrja shërbimi për riparime deri në njoftim të mëtejshëm. Autoritetet indiane të aviacionit kanë nisur një hetim për të sqaruar rrethanat e sakta të incidentit. Qëllimi është të kontrollohet nëse kushtet e motit janë marrë mjaftueshëm parasysh dhe nëse janë respektuar të gjitha protokollet e sigurisë. Incidenti aktual kujtohet nga një incident i ngjashëm në qershor 2024, kur një Airbus nga Australian Airlines u përfshi gjithashtu nga një breshër gjatë rrugës nga Majorka në Vjenë. Në atë kohë hunda avion u shkatrua gjithashtu kryesisht, dritaret e kabinës u ngritën dhe krahët dhe njësia e bishtit u dëmtuaj gjithashtu. Ekipazhi i kabinës megjithatë arriti ta ulte avionin në mënyrë të sigurt.